Kryeministrat Rama dhe Vučić mesazh të qartë Bashkimit Evropian në mbështesje me financime, ndryshe cënohet stabiliteti i gjithë rajonit, godetet edhe Europa. Zbardhet mekanizmi i masakrës në Tiranë, 2 ekzekutorët i kishin ndjekur për ditë me radhë viktimat shënjestrat e tyre, krimi për hakmarrje. Ministri Nacho kërkon që presidentit mos e drejtojë më Këshillin e Lartë të Drejtësisë, një studim i Soros nxjerr të tjera probleme me korrupsionin në KLD. Dhoma Amerikane Tregtisi kërkon qeverisë të ulë taksat në paketën fiskale të vitit tjetër të rishikohet tatim fitimi dhe dividendi. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Forumi ekonomik i Vienës që po zhvillohet në Tiranë ka mbledhur 6 kryeministrat e rajonit në një klimë miqësore dhe larg tensioneve. Drejtuesit e qeverive janë ulur në një tryezë të përbashkët për të diskutuar mbi thellimin e bashkëpunimit mes vendeve. Në takim nuk munguan as shtrëngimet e duarve mes Isa Mustafës dhe Aleksandr Vučić, apo batutat mes këtij të fundit dhe kryeministrit Rama. Të 6 kryeministrat e vendeve të rajonit u mblodhën në Forumin Ekonomik të Vienës, që u mbajt në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Si zoti i shtëpisë, kryeministri Edi Rama i priti të gjithë njëri pas tjetrit. Mbërriti edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili e konfirmoi pjesëmarrjen në forum vetëm një ditë më parë. Një klimë të shtensionuar mes kryeministrave ballkanas. Një gjendje komforte e cila kulmoi me shtrëngimin e duarve mes kryeministrit serb Aleksandr Vučić dhe kreut të qeverisë së Kosovës Isa Mustafa. Të gjithë ulën dhe nisën diskutimet me petkun e zyrtarëve të lartë mbi forcimin e bashkëpunimit mes vendeve, por si për të treguar se tashmë janë diçka më tepër se homolog dhe marrëdhëniet janë përtej zyrtare si disa vite më parë, nuk munguan as batutat mes kryeministrave Rama dhe Vučić. E dija që Edi do ta kalonte kohën, e bën gjithmonë këtë punë. Nuk ka rëndësi, por unë do mundohem t'i përmbahem fjalës dhe minutazhet që më është caktuar. Do të lexoj gjithçka që më kanë shkruar. Në fund të diskutimeve, një foto familjare e kryeministrave. Forumi ekonomik i Vienës është themeluar në vitin 2004 në kryeqytetin austriak me qëllim forcimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike të vendeve të Adriatikut dhe Ballkanit. Punimet në takimin e Tiranës nisën pas ditën e të mërkurës dhe gjatë gjithë diskutimeve do të shqyrtohen mundësitë e bashkëpunimit mes vendeve dhe për zhvillimin e përbashkët. Liderët e rajonit i kanë dërguar një mesazh të qartë Brukselit zyrtar për mbështetje financiare dhe ekonomike. Kryeministrat Rama dhe Vučić nënvizuan se Ballkani është një zonë ku stabiliteti mbetet i brisht dhe që mund të cënohet nëse mbetet larg vëmendjes së Bashkimit Evropian. Nga Tirana, liderët e rajonit i dërguan një mesazh të qartë Europës. Financime për zhvillimin ekonomik, përndryshe paqja dhe stabiliteti ende i brisht në rajon mund të cënohet seriozisht, tha kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi se nuk kërkohen para për qeveritë, por për projekte që do të përmirësojnë situatën në rajon. Nuk po themi që Komisioni Evropian të na jap para sepse jemi disa njerëz të mirë që po bëjmë maksimumin, por nuk kemi shumë para. Ajo që duhet është që Europa të financojë projektet për të bërë që paqja të vlen të jetohet. E kundërta, situata do të jetë jo vetëm e tmerrshme për rajonin, por edhe për Europën. Jo vetëm që do ta çojë rajonin mbrapa, por do të jetë një nga ato dhimbje koke, të cilat Europa ka treguar së fundmi se nuk është në gjendje në mënyrë mjaft të qartë. Të njëjtin apelin institucioneve të Bashkimit Evropian bëri edhe kryeministri serb Aleksandr Vučić. Zhvillimi afron më tepër rajonin me Bashkimin Evropian, tha ai. Kemi nevojë për para nga Bashkimi Evropian. Jemi të tengopur me seminare. Na duhen para për të ndërtuar rrugët, hekurrudhat tona dhe gjithçka tjetër. A mund të na jepni disa para nga fondet europiane? Do të ishte e shkëlqyer. Nëse jo, ju lutem na thoni sepse do të gjejmë parat tona që të investojmë në projektet tona. Bashkëpunimi mes vendeve të rajonit konsiderohet thelbësor. Kreu i qeverisë së Kosovës theksoi rëndësinë e përmirësimit të raporteve mes vendeve. Mendoj se jemi në një fazë në cilën mosmarrëveshjet tona dhe konfliktet tona
do t'i shëndrojmë në urat bashkëpunimit, urat zhvillimit të përbashkët, dhe po ashtu në synimet tona që gjithë bashku të gjendemi në familjen e shteteve të Bashkimit Evropian. Situata e vështirë në Maqedoni nuk u përmend për asnjë moment nga kryeministri Nikola Gruevski, edhe pse jo drejt për drejt, duket se ai ju referua kryeministrit Rama, kur tha se duhet kujdes me deklaratat e liderëve. Gjithë liderët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm në deklaratat dhe mesazhet që dërgojnë, sepse pjesa më e madhe e qytetarëve tani ndjekin këto mesazhe dhe çdo mesazh i thënë në mënyrë jo të përshtatshme mund të krijojë ndjesi negative tek qytetarët. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Më pas do të ishte e vështirë që t'i zgjidhnim këto ndjesi. I vetmi që përmendi konfliktin në Kumanovës ishte Milo Đukanović. Kryeministri malezez foli për kapërcim të gjendjes së tensionuar atje. Është e qartë se kemi disa çështje që janë ende të hapura, të cilat i kemi mbartur nga koha e krizave e deri në ditët tona. Këto janë çështje të cilat kërkojnë shumë vëmendje, jo vetëm nga ne në rajon, por edhe nga Bashkimi Evropian. Ne jemi të shqetësuar nga ngjarjet që kanë ndodhur në Maqedoni. Ka nevojë ende për përpjekje të tjera për të ardhur në ndihmë Maqedonisë, për të kapërcyer paralizën në të cilën ka vite që ndodhet dhe që lidhet me procesin e integrimit evropian, e që na ka shqetësuar me ngjarjet e fundit në Kumanov. Forumi ekonomik i Vienës i paraprin takimit të krerëve të qeverive të rajonit që do zhvillojnë në muajin gusht në kryeqytetin e Austrisë, me pjesëmarrjen e kancelares gjermane Angela Merkel. Forumi ekonomik i Vienës ka shërbyer për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes fqinjve. Isa Mustafa dhe Nikola Gruevski kanë zhvilluar një takim kok më kok, ku kanë biseduar për situatën në Kumanov. Takimit i është bashkuar edhe shefi i qeverisë shqiptare Edi Rama. Megjithse nuk janë zbuluar shumë detaje, Mustafa ka kërkuar hetim për gjithçka ndodhi. Kryeministri kosovar Isa Mustafa dhe i Maqedonas Nikola Gruevski kanë shfrytzuar forumin ekonomik që u mbajt në Tiranë për të diskutuar mbi situatën e tensionuar në Kumanov. Krerët e dy qeverive janë takuar dhe kanë biseduar kok më kok, larg vëmendjes së mediave. Pasi takimi mes Mustafës e Gruevskit kishte nisur prej disa minutash, dy kryeministrave u është bashkuar dhe shefi i qeverisë shqiptare, Edi Rama. Detajet e takimit nuk janë zbardhur, por Isa Mustafa konfirmoi se kishte kërkuar nga qeveria maqedonase hetim për gjithçka që ndodhi në Kumanov, si dhe shmangjen e situatave të tilla në të ardhmen. Ne kemi kërkuar edhe që të bëhet edhe hetim ndërkombëtar, sepse konsiderojmë që një hetim i tillë do të jetë shumë neutral dhe do të japë rezultate dobishme edhe për Maqedoninë dhe për Kosovën. Dërsa kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski nuk ka preferuar të flasë për mediat rreth takimit me homologun e tij kosovar Isa Mustafa. Një pritje e ngrohtë për një vizitë historike, kështu e ka cilësuar Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn ardhjen e kryeministit parë serb që viziton Tiranën. Hahn përgëzon krerët e dy qeverive, Rama dhe Vučić, për qasjen konstruktive ndaj çështjeve dypalqe, por edhe ato në rajon. Duke komentuar këtë ngjarje, Vučić shkruan në profilin e Eurokomisionerit se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe se ky proces kalon përmes fqinjësisë së mirë me Shqipërinë. Ndërsa ministri i jashtëm shqiptar Bushati nënvizon se qëndrimi i Ramës në Beograd dhe ardhja e Vučić në Tiranë ndodh për herë të parë pas 7 dekadash. Ndryshojmë temën e informacionit, policia ka zbardhur mekanizmin e masakrës një ditë më parë në Tiranë. Mentor Lufi dhe Gerti Goxha janë qelluar nga Besnik Sulku dhe shtetas italian Salvatore Letizia. Ky i fundit i dyshuar si vrasës me pagesë. Gjatë shkëmbimit të zjarrit me dy nipat e Lufit u vra një nga atentatorët. Vision Plus ka siguruar pamjet ku duket njëri nga niprit pak momente pas ngjarjes, i cili kërkon ndihmë për dajën e tij. Hetimet për vrasjen e tre fishtë ndodhur në bulevardin Zogu i Pari ka marrë prokuroria e krimeve të rënda. Burime pranë organit të akuzës thanë se shkak është bërë ngjarja e rëndë, e cila dyshohet se ka motiv kryesor hakmarrjen. Në këto pamje të siguruara nga Vision Plus duket nipi Mentor Doçit vetëm pak momente pas ngjarjes, i cili është arrestuar, ko që kërkon nga uniformat blu ambulancën duke përtitur për jetën e dajes së tij.
Nga të dhënat e deri tanishme mësohet se Besnik Sulku kishte përgatitur gjithçka dhe realizoi atentatin në të 40 e vëllait të tij të vrarë në Holland. Shtetasi italian Salvatore Letizia sipas uniformave blu është miku i ngushtë i Durim Sulkut, i cili u ekzekutua në prill në Rotterdam të Hollandës dhe kishte mbërritur në Shqipëri për ceremoninë që do organizonte familja Sulku. Vetëm disa blloqe më tutje përballë Ministrisë së Drejtësisë Letizia u bllokua një pistolet tip Glock, e cila rezulton arma e tretë e përdorur në krim. Nga të dhënat e deri tanishme italiani është arrestuar me akuzën e vrasjes, ndërkohë që bashkë me të dhe Markelian Doçi, nipi mentor Doçit, i cili ekzekutoi me plumb në kokë vrasësin e dajës së tij. Viktima mentor Doçi së bashku me Gerti Goxhajin, i cili e kishte shpëtuar më parë nga atentati në afërsi të stadiumit Dinamo, sapo kishin lënë ambientet e një kafeneje para maternitetit Mbretëresha Geraldin. Sapo u nisën me automjetin tip BMW, ata u sulmuan me armë nga Sulku dhe Letizia. Edhe pse arriti të dilte nga automjeti, drejtuesi Gerti Goxhaj humbi jetën disa metra më tutje për shkak të plagëve, ndërsa mentor Doçi mbeti i plagosur rënd në sedilin e pasagjerit dhe humbi jetën rrugës për në spital. Por viktimat ishin të shoqëruar nga një makinë e dytë e dy nipërve të mentorit, Markelian dhe Klevis Doçi, të cilët tentuan të zinin breshërinë e plumbave duke goditur me automjet shtetasin italian. Markeliani qëlloi mbi Besnik Sulku, ndërsa italiani arriti t'i shpëtonte plumbave, duke u fshehur pas një pallati. E gjithë ngjarja e ka zanafillën në një pazar droge të prishur në Holland. Në prill të këtij viti në Rotterdam u vra vëllai i Besniku Durim Sulku. Sipas autoriteteve holandeze, viktima ngiste një automjet tip Smart kur u qellua nga dritarja anësore me plumb në kokë. Ekzekutimi mafioz mbeti pa autor, ndërkohë që policia mundi të gjente automjetin e braktisur, por dhe armën e krimit të atentatorit. Nga ana tjetër, prokuroria nuk ka përjashtuar pistën e grupit të strukturuar kriminal, kjo dhe nga informacionet e marra në lidhje me shtetasin italian, i cili njihet si person me precedent në disa vende të rajonit. Debate në kuvend për ligjin e arsimit bën blushi. Qeveria ka dështuar me arsimin profesional. Berisha akuzon ministrin Lindita Nikola për korrupsion. Sonte në Kapital, Hubert Vedrin, ministri i jashtëm i Francës për 5 vjet, ku përfshihet edhe koha e kulmit të krizës e luftës në Kosovë. Ish bashkëpunëtor i afërt i presidentit Mitterrand, sot një nga njerëzit më me influencë në marrëdhëniet dhe politikat ndërkombëtare të Parisit. Sonte në Kapital, Hubert Vedrin, ora 19:30 me Aleksandr Kurxhi. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka kërkuar që presidenti të mos drejtojë më Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Reforma sipas tij duhet t'i japë një tjetër peshë qeverisë së gjyqësorit, por vetë presidenti Nishani nuk ka komentuar propozimin, duke nënvizuar nga ana tjetër rëndësinë e ndarjes dhe balancimit pushteteve. Sigurisht që Presidenti i Republikës duhet të largohet nga drejtimi i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndërsa ministri i Drejtësisë nuk do të jetë antar i këtij këshilli. Propozimet janë bërë nga ministri i Drejtësisë Nasip Naço, i cili ka kërkuar ndryshime kushtetuese për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, në mënyrë që të bëhet ndarja e tij me politikën. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, si institucioni kryesor i menaxhimit të funksionimit të sistemit gjyqësor, është pjesë e agjendës së një reformimi të thellë. Reformë kjo, e cila mund të kërkojë edhe ndryshime kushtetuese, ku mund të jetë vendi për të rivlerësuar edhe një herë. Pjesëmarrja në këtë organizëm të presidentit të Republikës, si kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe duke kaluar këto kompetenca kryetarit të Gjykatës së Lartë. Vlerësimin e mundësisë që ministri i Drejtësisë mos jetë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Rolin e inspektoriatit të Ministrisë së Drejtësisë apo funksioneve që këto institucione duhet të kenë brenda këtij këshilli. Futjen e Gjykatës së Lartë brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Naço ka shfrytzuar konferencën e arritjet ballkanik dhe euromesdetar të këshillave gjyqësor, që po zhvillohet në Shqipëri për të bërë dhe një herë të ditur qëndrimin e tij në lidhje me këtë institucion, që sipas tij nuk po kryen rolin që i ka ngarkuar kushtetuta. Por i pranishëm në takim në cilësinë e kryetarit të KLD-s, presidenti i Republikës Bujar Nishani nuk ka preferuar të reagojë ndaj këtij propozimi, duke vënë theksin gjatë fjalës së tij në parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Frymën e korporatës apo vetë qeverisjes në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kushtetutë e ka futur me qëllim të caktuar për ta bërë gjykatën të pavarur nga ndërhyrjet e legjislativit dhe të ekzekutivit. Por në një shoqëri demokratike,
marrëdhëniet midis autoritetit politik dhe atij gjyqësor jo rrallë krijojnë probleme dhe përplasje. Kreu i delegacionit të BE-s në Shqipëri kërkoi që të garantohet pavarësia e standardet e integritetit. Pavarësia e gjyqësorit sipas tij është çelësi i reformës në drejtësi dhe për këtë një rol të rëndësishëm ka dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Gjyqtarët mbeten të pandëshkueshëm nga procedimet disiplinore të KLD-s. Ky është rezultati i një studimi i cili nxjerr në pa edhe mungesën e besueshmërisë së qytetarëve tek institucionet e drejtësisë. Të dhënat e studimit tregojnë se rastet e ndërhyrjes së politikës kanë qenë të shumta. Kritika të forta për Këshillin e Lartë të Drejtësisë vijnë nga studimi i Qendrës Respublika me Fondacionin Soros për pandëshkueshmërinë në procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve. Periudha e monitorimit të këtij institucioni të KLD-s është kryer në muajt prill dhe ka qenë gjithashtu një moment shumë i rëndësishëm që përkahej me ndryshimin e ligjit për organizimin dhe funksionimin e KLD-s, ndryshimin e zëvendës kryetarit dhe antarit të këtij këshilli dhe zëvendësimit të tyre me antarët aktual. Këto na forcojnë dhe më shumë bindjen se ky raport është i kohshëm dhe i shërben mirë funksionimit të sistemit gjyqësor dhe vlerësimit të mirë funksionimi. Studimi nxjerr në pa edhe mungesën e besueshmërisë së qytetarëve në proceset gjyqësore dhe ndërhyrjen e politikës. Shkarkimet e tyra në fakt kanë qenë 12 raste. Por ama në vazhdim të procesit ka ndodhur ndryshime. Pra nuk kanë shkuar të gjitha deri në fund me kërkesën për shkarkimin e tyra, por ka ndodhur ndryshime, shkeljet në deklarimin e pasurisë, fshehjet pasurisë, cilat domethënë ose do të shkarkohet gjyqtari nga detyra ose nuk ka se çmerr një mas me vretje apo me gjëra të tilla sepse nuk ka sens në vetvete. Qendra Respublika sjell edhe një sër rekomandimesh me qëllim funksionimin më të mirë të KLD-s dhe institucioneve të tjera të drejtësisë. Duhet patjetër që të kemi dhe institucione të tjera që të përfshihen në këtë proces në mënyrë që në mos njëri tjetri të arrit paktën ta çojë përpara procesin dhe ta vërë KLD-n në pozita të detyruara për shqyrtuar çështjen. Pra, sa më pak të kjo kohë në dispozicion të nisjes së procedimit disiplinor, aq më mirë është për gjyqtarin që të mos të ketë asnjë shans për të ndikuar, sepse në një vit gjyqtari gjykon 150-200 çështje. Në studim nënvizohet se numri më i lartë i shkeljeve lidhet me mosrespektim të disiplinave të procedurës penale dhe civile. Ligji për arsimin parauniversitar ka shkaktuar debate në parlament. Deputeti socialist Bemblushi tha se qeveria ka dështuar me arsimin profesional, duke kaluar atë në varësi të Ministrisë së Mirëqenies. Edhe më i ashpër ka qenë reagimi i kryeministit Sali Berisha, i cili ka akuzuar ministren Lindita Nikolla për korrupsion. Socialisti Bemblushi ka kritikuar kalimin e arsimit profesional tek Ministria e Mirëqenies Sociale, e cila deri pak javë më parë drejtohej nga kandidati për Bashkinë e Kryeqytetit Erion Veliaj. Duke shfrytzuar diskutimet në parlament për ligjin për arsimin parauniversitar, Blushi deklaroi se qeveria ka dështuar me këtë lëvizje. Arsimi profesional po dështon, jo vetëm për arsyen që u zhvendos nga ministrin tjetër si Top Ping-pongu, edhe kjo është e padrejtë, shpresoj tani që u ndrua ministri kjo të kthehet, se kjo është arsyeja që u bë kur u bë. Për arsimin profesional sot ka ardhur të trajtojmë si diçka mes gjimnazit dhe shkollës edhe universitetit. Blushi ka kritikuar ndërkaq edhe draftin për arsimin parauniversitar, duke propozuar që shkolla e mesme të bëhet e detyrueshme, duke kërkuar që mësuesit të mos përdoren më në zgjedhje. I përdorin mësuesit si kope elektorale, 40.000 apo 30.000 sa kanë mbetur, futen në komisione, mbledhin vota me detyrim, momentin që një mësues futet në komision dhe për këtë shkak kërkon një punë, shkolla ka mbaruar. Edhe ne mbrojmë pa zgjedhje për të rrëzuar shkollën. Fjalimi i deputetit socialist Ben Blushi është shoqëruar edhe me replikën e ministres së arsimit Lindita Nikolla, për të cilën Blushi jeton jashtë realitetit. Ka ardhur koha t'i kthejmë pasionin shkollës. Nuk ka më pasion shkolla jo. E ka humbur pasionin. Kush mendon se pasioni në shkollë kthehet me ligj, jeton jashtë realitetit. Por debati më të ashpër ministri i arsimit nuk e pati me deputetin socialist, por me ish kryeministrin Sali Berisha. Ma e goj se të shiko, ma e goj. Ju lutem. Ish kryeministri ka akuzuar Nikollën për korrupsion me fondin për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Arsimit. Të thuash ti këtu se do shpenzoj 1.2 milion euro edhe s'është gjë për ministrinë, sigurisht s'ke fajti. S'ke fajti. Sepse ti, bashkë me Edi Ramën tënd, po vendos me shpejtësi trufeshme sistemin e korrupsionit.
Projekti është bërë nga një grup studentësh, projektuesish dhe arkitektës shumë të mirë nga një institucion i arsimit lartë privat, Universiteti Polis, drejtuar nga zoti Besnik Aliaj. Pyeteni dhe zgjidhni të besoni apo jo për nevojat që godina realisht ka dhe sa është preventivi. Më herët opozita dhe mazhoranca kanë debatuar për korrupsionin e pretenduar nga Partia Demokratike në skemën e rimbursimit të barnave. E për këtë arsye deputetët e PD-s kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa. Në seancën e sotme parlamentare nuk munguan përplasjet për zgjedhjet e 21 qershorit. Deputeti PD-s Astrid Patozi shkëmbeu akuza me metën për fushatën në Bashkinë e Vorrës, por palët debatuan edhe për projekt ligjin e investimeve strategjike. Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon qeverisë të ulë taksat, pasi kjo do t'i sillte më shumë zhvillim ekonomisë. Sipërmarrësit duan që në paketën fiskale të vitit tjetër të ndërhyet tek tatim fitimi dhe dividendi. Politika e ndjekur nga qeveria për të rritur disa nga taksat, jo vetëm që nuk është mirë pritur nga biznesi, por sipas tyre nuk kanë dhënë efektet e pritshme në mbledhjen e të ardhurave. Dhoma Amerikane e Tregtisë sugjeron qeverisë që të rishikojë nivelin e taksave dhe tatimeve me tendencë ulje. Dy janë taksat që sipas tyre duhet ulen, tatimi mbi fitimin dhe dividendi. Nëse të ardhurat janë të përshtatshëm sipas plani, atëherë niveli i tatimit është okay. Por nëse e shikojmë që njerëz për shembull në mikrokredi shkojnë nga regjistrimin në mos regjistrimin edhe pagojnë interes, domethënë më shumë se për ata që japin kredi në mikrokredi kanë një produkt që japin të njëjtën firmë që është regjistruar me 6% më të ulët si se të njëjtën firmë që bën të njëjtën gjë që nuk është regjistruar. Nëse ka një tendencë për njerëz që shkojnë të mos regjistrojnë, të pagojnë më shumë interes, do thotë që ne kemi shkuar në Laffer curve në një pikë përqindje tatimesh që është pak më shumë si se duhet. Qeveria është në fazën e mbledhjes së sugjerimeve nga biznesi për paketën fiskale 2016. Ndaj propozimet e dhomës amerikane kanë si synim që qeveria të mund të reflektojë për vitin e ardhshëm. Nëse kemi gjysmë e planit, nuk të thotë që duhet të bëjmë dufish tatimesh, sepse edhe kur ka rritje tatimesh ka edhe, domethënë, mund të ketë ulje incentive për të bërë. Ne mund të shikojmë edhe disa opsione të tjera, për shembull Nevada ka një % zero për tatim fitimet, por ka një pagesë fiks për çdo SHPK që ekziston. Edhe për ata që punojnë atje, kanë një pyetësore që plotson për 5 minuta për vit, nuk ka bilanc, nuk ka asgjë. A je gjallë? Po. Këtë e adres? Po. 300 euro, kaq. Ndër të tjera, biznesi kërkon një garanci në përcaktimin e sistemit tatimor. Rishikimi çdo vit i taksave apo tatimeve nuk i lejon sipërmarrësit të bëjnë plane afatgjata zhvillimi. Nga Bureli, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka premtuar uljen e taksave dhe të çmimit të energjisë elektrike. Basha akuzoi qeverinë se ka mashtruar me hapjen e vendeve të reja të punës. Krye Demokrati u ndal gjithashtu edhe në Klos, ku tha se vetëm vota për koalicionin e djathtë më 21 qershor është zgjidhje për problemet ekonomike. Lideri demokrat Lulzim Basha premtoi hapjen e vendeve të reja të punës, uljen e taksave dhe çmimit të energjisë elektrike për banorët e matit, nëse vota e tyre këtë herë do të shkojë për kandidatin e djathtë për këtë bashki. Oferta jonë kryesore ka punësimi. Uljen e taksave për të krijuar më shumë vende pune, për të punësuar të rinjt, njerëzit pa punë, kryefamiljarët pa punë, përmes zgjerimit dhe forcimit të biznesit. Për Bashën, fakti që bashkia drejtohet nga të majtët ashtu si qeveria nuk ka sjellë asnjë ndryshim në cilësinë e jetës së banorëve. Pas mashtrimeve për 300.000 vende pune, pas mashtrimeve për uljen e taksave, për uljen e çmimit të energjisë, për legalizim e falas e për shëndetësi falas, mashtrimi tjetër është që po t'i kemi ne të dyja do ta bëjmë më mirë. Ja pra këtu e kanë pasur të dyja. A e kanë bërë më mirë këto 2 vite? A kanë sjellë përmirësim të cilësinë e jetës tuaj? A kanë sjellë shpresë për rinin? A kanë hapur vende pune për të papunët? Kanë mbyllur vende pune? Kanë paksuar ndihmën ekonomike? E kanë bërë më të vështirë për shumicën dërmuese të familjeve të mbyllin muajin? Edhe në bashkëbisedimin me banorët e Klosit, kryetari i Partisë Demokratike tha se zgjidhja e problemeve ekonomike do të vijë me votën për koalicionin e djathtë më 21 qershor.
Kandidatit majtës Erion Veliaj është takuar paraditën e së njëjtës me banorët e njësive 2 dhe 5 në Tiranë. Ai ka premtuar rikthimin e hapësirave publike dhe zgjidhjen e problemit të ujit të pishëm. Veliaj paralajmëroi ata që kanë pushtuar lulishtet se nuk do të mund t'i përdorin më pas 21 qershorit. Taksa e pronës do të ulet me 30% për bizneset e mëdha në Tiranë. Premtimi është bërë nga kandidati i opozitës Alim Kosova, që ka shpjeguar se me këtë mas do të nxitet edhe punësimi. Kryeministrat Rama dhe Vučić mesazh të qartë Bashkimit Evropian në mbështesje me financime, ndryshe cënohet stabiliteti i gjithë rajonit, godet edhe Europën. Zbardhet mekanizmi i masakrës në Tiranë, 2 ekzekutorët i kishin ndjekur për ditë me radhë viktimat shënjestrat e tyre, krimi për hakmarrje. Ministri Nacho kërkon që presidenti të mos e drejtojë më Këshillin e Lartë të Drejtësisë, një studim i Soros nxjerr të tjera probleme për korrupsionin në KLD. Dhoma amerikane e tregtisë kërkon qeverisë të ulë taksat në paketën fiskale të vitit tjetër, të rishikohet tatim fitimi dhe dividendi. Ku nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar të mirupafshim.